forcojmë prap. Pra prap ne largohemi. Në Tiranë kemi bërë në këtë emision. Po nuk ndalemi, nuk di se ç'do bëjmë kur të mbaroj ta toki, megjithatë, okay, në natyrën tonë të programeve që bëjmë, përgjithsisht nuk ndalemi. Do shkojmë në Tiranë. Do shkojmë në garnizonin e shkollës Skënderbeg. Oh, sa interesante është kjo. Do sillim ca imazhe aeroplanësh, topash edhe gjëra. Është interesante si në kohë vjetra. Po nuk kemi shkuar në fakt për të, por ne kemi shkuar te sofra e Skënderbegasve. Është viti 2 që realizohet. Do e hapim të kartolin me 2 vëllezër binjak, të 2 ushtarak. Oh, sa interesante kjo. A keni më ushtarak të tjerë më në familje? Kishin dhe fëmijë të tjerë ushtarak. Vërtet? Po, është tradit. Në familjet e ushtarakëve shkon si tradit. Faktikisht. Nuk është se kemi vetëm një raste të ralla janë kur kemi vetëm një. Po do kemi dhe opinionet të sinqerta kur thot që teksa kanë vazhduar dhe janë marrë me ushtarët, shumë ushtarak, për shkak të punës që i kanë transferuar në zonat e thella dhe kanë qëndruar larg familjeve të tyre, e ndjejnë se më shumë në ditët e sotme, kur puna kanë përfunduar, ata kanë dalë në pension, i duan më shumë ushtarët se sa vetë fëmijët e tyre. Është pak e dhimbshme si natyrë, por që, okay, kjo tregon një anë të realitetit se kanë sakrifikuar për të ushtruar profesionin e tyre dhe i kanë mangësira për sa i përket afërsisë dhe ngrohtësisë në familjen e tyre dhe ata e pranojnë këtë fakt, por është lloj profesioni që të detyron që të jesh në këto ujra. Le të ndjekim këtë kartolin të bukur që vjen nga sofra e Skënderbegasve. Po, nuk është e vështirë të kuptoj që kanë bëjmë me 2 binjak këtu, apo? Po. Binjak, e? Po, binjak. Adriani dhe Besniku Adëri. Adriani kush është tani? Adriani këtu dhe Besniku. Dhe Besniku. Të 2 keni mbaruar shkollën ushtarake. Po, jo, kemi qenë në shkollën ushtarake, kemi qenë në shkollën ushtarake. Jemi rritur. E keni përfunduar? Po. Po patjetër e përfunduar. Si e kujtoni atë kohë? Në atë kohë kur kemi qenë, ka qenë e papar historia e shërbimit ushtarak, se ka qenë e përpikt dhe e devotshëm për mbrojtjen e dheut edhe vendit tonë. Kemi qenë me ideal të përkushtuar. Po si vendosi familja për të 2 një herë, është mos si nuk e bëri njëri një profesion ndryshe për të 2 një herë. E bëm më mrapa, se për arsye politike nuk na i dham direkt shkollën. E bëm më mrapa shkollën. Problemi këtu se ne rritim në një familje ushtarakësh. Pra ju e bët me vonesë në një kohë më vonë, vini nga një familje ushtarake? Babai im ka qenë me gradën major për Ministrinë e Brendshme. Okej. A keni edhe Xhaxhai ka me gradën, po ka qenë shefi drejtorisë dytë sigurimi. Po, dakor. Pra ju jeni kështu gjithë ushtri, domethënë. Po. A keni motra vëllezër të tjerë? Po, kam 2 motra e vëlla. Çfarë profesioni kanë marrë? Edhe ato në ushtri. Edhe motra në gjithë. Po ju kishte frikë lagja juve apo jo? Po, patjetër. Dhe tani na ka frikë. Tani ju ka frikë? Ami tani çfarë punoni ju? Që ta dinë se me ushtri? Tani una jam këtu te prokuria e apelit, kurse Adriani është në garën e Republikës. Bukur, pra nuk keni hequr dorë, dukeni si but më buri dhe nuk është dash. Madje se ne në edukacië. Ekonomia tregut, gratë, ka zbutur gratë. Jo, kjo është. Falenderoj shumë njerëz se do vazhdojmë me intervistat tjera, por jeni shumë këndshëm. Jo, kjo është e vërtet, për arsye se ne profesionin tonë që jena kundër zbulimit, kështu që do të jemi patjetër. U ktheve me shpinë komplet. Mirë, një urim për të gjithë shqiptarët që janë duke ju ndjekur. I uroj të gjithë shqiptarët, veçanti ish ushtarakët dhe ushtarakët, që i dua shumë, domethënë që i kam se 3 profesione kam pas në jetë una. Po dakor, mos i hymi sa urimi. Uroj që viti 2026 të jetë viti i mbar familje edhe në jetën e përditshme. Bekime pashin gjithë. Faleminderit. Kjo ditë është një ditë e lumtur për mua se më kujton kur ishim të vegjël edhe vinim këtu shikonim film edhe këta. Jo, bëni servitje se për film, s'keni ardhur. S'ke kinema. Ka qenë kinema, ka qenë. Ka qenë kinema. Oh, kinema ja. Dy kinema ka pasur këtu. Kinema sekrete, biles me filma. Me çfarë filma shihni? Me filma zbulim kundër zbulim. Jo, pse, me film romantik si? Jo, shumë pak. Vetëm ushtarak? Po çu e bëjnë? E bëjnë robotë. Ne ishim të vegjël, ishim 12 vjeç edhe ata studentat ishin dashur dhe na mirën ne të vegjël.
Edhe mu kujtohet, da fusi brëndë, se nuk lejohet futesh. Nuk lejohet. Faleminderit, duke bërë lidhje me emisionin e një viti më përpara, ti tregovin çika për ato hallet e ushtarakut, shko ande, shko këtej, taska në krah etj. Vazhdojmë prapë ato kujtimet, na sjellin këtu. Ato kujtime, unë kur sa herë që takohem me kolegët, me moshatarët e mi, i kujtojmë këto, i kujtojmë. Sidomos në Kukës në rikujtimet mia, pavarësisht se ka qenë vend shumë i vështirë. Po, si tani, çfarë problemesh ka pasur ushtaraku atyre që nuk i kanë këta të sotmi? Domethënë, këta gjumin e bëjnë aty ku kanë shtëpinë, apo ju i transferuan e kalamaj? Sa mirë e kape. Ky ka qenë problemi më i madh, sepse ne dikur, domethënë ishte parimi që ushtria është shtëpia e parë dhe shtëpia kryesore biologjike ishte e dytë. Domethënë ne nuk kemi prandaj ju me zor gjeni gra që të martoheshin. Marë për gratë është mas i bëjnë në fëmijët gratë, thonë ku të kam parë, sepse më shumë lidhen mas fëmijëve, kurse fëmijët rrinë me nënën kryesisht, rrinë me nënën, kurse ne e kemi kryer detyrën, ja fëmijët e mi tash të teja në Gjermani. Ju vini shku të shtëpia e parë një herë, aty te ushtria. Ushtarët më respektojnë më shumë se fëmijët e mi. E beson këtë? Unë kam ushtar nga Kuksi që sot e kësaj dite më respektojnë komandantën tonë. Kurse fëmijët e mi marrin as marrin një herë në vit në telefon. Janë Gjermani të tre. Kam 2 djem një vajzë. Faktikisht për atë shtëpi ke investuar më shumë faktikisht. Atje kam dhënë tërë rinin time unë. Nga mosha 22 deri në moshën 32 vjeç, kam qenë në majtë malit të Masgjallicës Kuksit. Dhe familja kur rinte? Familja rinte në Tiranë 5 vjet dhe 5 vjet tjera e morën Kukës. Çfarë thua ti më 5 vjet keni qëndruar larg ju? Po, me korrespondencë. Me korrespondencë. Kjo ka qenë sakrifica më ekstreme që po e vuajmë tashti. Sepse fëmijët nuk e dinë këtë gjë, s'kan qenë në kontakt me mua. Ata nuk e dishin sakrificat që bëja unë për t'i ushqyer. Tani ku ke fëmijët këtu apo jashtë? Në Gjermani. Në Gjermani. Po, largësia bën edhe ato vetën. Tash unë jam fillë kat. Po të bëjnë vetë ata prindër do e kuptojnë çik më shumë. Janë bërë prindër, të dy djemt. Janë bërë çik. Po është edhe koha atje. Ata pothuajse u adoptuan si gjermanë, se shkuan në një moshë adoleshente, edhe atje pothuajse janë adaptuar me kulturën e atyre. E kuptoj. Edhe këtu ashtu është bërë, domethënë fëmijët nuk shikojnë shumë ashtu është kudo. Një urim për të gjithë shqiptarët që po ndjekin, po çik urimin mos e bëj të trishtuar tani. Jo, absolutisht. Meqense jemi në festat e fundvitit, e uroj të gjithë të kenë mbarësi, shëndet dhe gjithçka ju do në zemra. Domethënë të gëzojnë jetën, ta shijojnë dhe të mendojnë që jeta nuk është shumë e gjatë. Po këtë pjesë që na ka lënë i madhi Zot, ta shijojnë siç është më e mira. Të lutem të goja. Faleminderit edhe juve. Edhe ju shumë faleminderit për